një shkresë në duar për çfarë flet? Sot ishte seanca e radhës në gjyqin pas padis që Vil Manushi më ka bërë mua. Është një absurd shumë i madh, sepse ajo më ka paditur për shpifje, për pyetjet që unë kam bërë në komisionin hetimor, si kryetare e komisionit hetimor, për faktet dhe të dhënat që unë kam paraqitur në komisionin hetimor. Vil Manushi refuzoi të vinte, e mbrojtur nga Edi Rama, i cili la porosi për të vetmin person që të mos rritej në komisionin hetimor ishte Vil Manushi, pra refuzoi të vinte në komisionin hetimor dhe më paditi për të njëjtat pyetje dhe çështje që u paraqitën në komisionin hetimor. Dhe nuk e ka pasur me gjithë deputetët e tjerë, por e ka pasur personale vetëm për mua, pasi dështoi të më blinte, dështoi të më mbyllte gojën, ka investuar i gjykatën për një çështje krejt absurde, e cila në fakt tregon sistemin që ka ngritur Edi Rama. Unë për check-upin kam folur 10 vjet, që në kohën që paratoheshin termat e referencës apo dokumentat e tenderit, e kam denoncuar qoftë për mënyrën se si është nderuar, që ju dha u qep për Vilmën dhe ju dha asaj, sepse ishte mikes sponsore e Edi Ramës, e kam denoncuar në mënyrë të përditshme implementimin e këtij koncesioni të rësisht korruptiv, abuziv, kam denoncuar abuzimin që është bërë duke pirë gjakun, sepse i merret gjak qytetarëve edhe që nuk duhet ta bëjnë check-upin, vetëm sepse detyrohen për ta bërë dhe është investuar një shtetitor. Dhe ja ku e keni, sot është paraqitur si provë në këtë seancë gjyqësore një dëshmi që unë e kam kallëzuar pra 5 vite më parë, menjëherë mbasi u krijuar spaku, dhe është regjistruar hetim ndaj shtetases Vil Manushi mbas procedimit penal me numër 122 të vitit 220. Pra, 2020. Pra ka 5 vjet që po hetohet, unë nuk jam e sigurt nëse është hyrë ndonjëherë Vil Manushi për të deponuar në lidhje me kallëzimin që unë kam bërë, po sot jemi 5 vite pas dhe ende nuk kemi asnjë konkluzion në lidhje me këtë hetim. Unë shpresoj shumë që spaku të vazhdoj të bëj dhe të konkludoj shumë shpejt në lidhje me këtë koncesion, i cili po vijon sot edhe pa një kontratë të firmosur. Një pyetje për qartësi. Keni bërë një kallëzim në 2020, është regjistruar procedimi penal në datën përkatëse që ju theksuat. Por përmendet që shtetësia Vil Manushi është person është në hetim, pra po. Kush kanë qenë personat e tjerë të kallëzuar nga ju? Edi Rama, Ilir Beqa, Ogerta Manasiliu, dhe të gjithë ata që kanë pasur lidhje direkte apo indirekte në lidhje me dhënien, por edhe me implementimin e këtij koncesioni. Pra do thotë kjo që janë edhe këta zyrtarë përfshirë kryeministrin në hetim? Nuk e di, pyetja është bërë, por është regjistruar ky kallëzim, është në hetim. Unë nuk di se kush është personi që po hetohet aktualisht, nuk kemi asnjë informacion nga ana e spakut. Unë personalisht kam qenë e gatshme dhe kam shkuar jo një herë për të deponuar, për të dhënë informacione në lidhje me këtë kallëzim, por ende mbas 5 vitesh nuk kemi një konkluzion. Ajo që dua të them në përfundim është që kjo seancë, ky gjyq që kuptohet fare mirë është bërë në formë shantazhi për të më bërë mua për të mbyllur gojën, mbasi dështuar në të gjitha format dhe mënyrat e tjera, tregon sistemin që ka ngritur Edi Rama. Nuk është thjesht një gjyq Vil Manushi, Albana Vokshi. Jo. Pse Vil Manushi nuk është në burg, është çështja që shtrohet sot, sepse mbrohet nga Edi Rama, i cili përdor Vilmën, përdor Vilmat, duke i dhënë para të taksave tona, të taksave tuaja, që këta ta ndihmojnë për të fituar zgjedhjet, për ndenjur në pushtet. Pra është ky rrethi sistemi që ka ngritur Edi Rama. U paraqit kjo shkresë, meqense nga prokurori i çështjes, meqense nuk ishte prova të tjera, do të zhvillohet në datë 3 në ora 3 korrik, në ora 11 seanca tjetër. Cila ishte arsyeja që u paraqit kjo shkresë? E kërkoj, meqense në fjalën time, unë përmenda faktin që çdo gjë që unë kam thënë në komisionin hetimor e kam dërguar zyrtarisht, e kam kallëzuar në SPAK, pra nuk ishte asgjë personale me shtetësen Vil Manushi, po ishte
koncesioni i dhënë nga Edi Rama me ndihmën e Ilir Beqis dhe zyrtarëve të tjerë, mbështetur më tej nga Ogerta Manasiliu, atëherë gjykata vlerësoi që duhet konfirmuar, pra të mos mbetej vetëm në deklaratat e mia, po të konfirmoj edhe zyrtarisht. Kjo u fut si provë në dosjen e kësaj çështje dhe seanca e radhës është data 3 ku do paraqiten të konkluzionet. Zë Vokshi thatë në fillim fjalës tuaj që u munduan në disa forma për të mbyllur gojë, një prej tyre për tentuan t'ju blenë. Tentoj t'ju blej me para. Është sistemi që ka ngritur Edi Rama. Për Edi Rama, ja pra tani po t'ja përgjigjen. Edi Rama mendon që ka një çmim për çdo person dhe nuk ka fare rëndësi se sa jep 1 milion, 5 milion, 10 milion, jep koncesione, jep forma të ndryshme. Për Edi Ramën nuk thash që pagesë, ka blerje ose tentativë për forma të ndryshme. Ajo që unë po them është që pasi dështuar në të gjitha format, po investojnë gjykatën speciale për një çështje që Vil Manushi dhe Edi Rama e kanë personale, sepse nuk kanë paditur dhe deputetët e tjerë, po më kanë paditur vetëm mua, për një çështje që unë zyrtarisht kam kallëzuar 2 herë, zyrtarisht të njëjtat prova që i kam paraqitur në komisionit hetimor, të njëjtat çështje që i kam thënë 10 vjet, mua më kanë paditur për shpifje. Do i shkoj deri në fund dhe nuk ka asnjë shans që mua apo kolegëve të mi, Edi Rama, Vil Manushi apo Vilmat e tjera të na mbyllin gojën. Ajo që neve kërkojmë është që ka abuzuar, kushdo që ka abuzuar me paratë e shëndetësisë, të marrë dënimin e merituar. Nuk do gëzojnë asnjë qindar të abuzuar. Qoftë me check-upin, qoftë me sterilizimin, vetëm një murator është duke u hetuar. Po çfarë ndodh me sterilizimin, me pjesëtarët e tjerë, me pronarët e tjerë, po pse nuk hetohen laboratorët që kemi analiza, qytetarët bëjnë deri në mes të muajit dhe gjysmën tjetër të muajit nuk mund të bëjnë asnjë analizë. Pra, ka shumë për të bërë, drejtësia është shumë larg asaj pritshmërisë së qytetarëve apo atyre që i besuan. Faleminderit.